Nderuara të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, sot është ditë e diel, dita e Zotit, por është dhe ditë e veçantë, është një panair, është një fest e madhe për ne të krishterë ortodoks, por dhe jo vetëm, sepse të gjithë krishterët sot në botë, ortodoks, por dhe jo ortodoks tam, kremtojnë ditën e kujtimit të dy të parët të apostëve, protokorifejve, Shën Petro dhe Shën Pavli. Aq më shumë në kishën ku jemi neve, sot është dita e kishës, është festa e kishës, sepse kjo kishë mban emrin e apostullit Pavlit. Krishterimi që në fillimet e saj i nderoi në mënyrë të veçantë apostujt dhe dy kryeapostujt Petro dhe Pavël në data të ndryshme në lindje dhe në perëndim. Por kjo datë që ne festojmë, pra në 29 qershor, është një datë që më shumë festoi në perëndim transferimi i lipsaneve të apostullit Shën Petro dhe Shën Pavël në katakombet e Shën Sebastianit për të ruajtur nga dhuna që mund t'i bënin paganët, dhe më vonë kjo ditë, pra e transferimit të lipsaneve, u bë një ditë dominuese kur të gjithë krishterët si në perëndim dhe në lindje festonin Shën Petron dhe Shën Pavli. Shën Petro dhe Shën Pavli janë dy kryeapostujt ose të parët e grupit të apostujve, të 12-ve. Janë më të spikaturit mes tyre, sepse ata e fituan këtë vend nga dashuria e veçantë që patën për Zotin. Si apostull Shën Petro, i cili e deshte Zotin më shumë se gjithë apostujt, ashtu si dhe Krishti i thot, a më do ti më shumë se këta, por dhe apostull Pavli, i cili nuk ishte në grupin e apostujve të 12-ve, por u thirr më vonë nga Zoti, ai tregoi një dashuri të veçantë për Zotin, sepse punoi më shumë se gjithë apostujt bashkë. Dhe apostull Pavli në letrat e tij shkruan 3 gjëra janë: besa, shpresa dhe dashuria. Dhe ndër më e madhe se këto është dashuria. Dhe vetë apostull Pavli thot, nuk jetoj më unë, po Krishti jeton në mua. Kështu që dashuria e madhe që ata treguan për Krishtin, Zotin, dhe puna e madhe që bën si apostujt, i dha atyre meritën për qenë të parët e apostujve. Apostull Petro u zgjodh nga Krishti, i cili kur pyeti apostujt se kush jam unë, kush thoni ju që unë jam, atëherë apostull Petro tha, ti e Krishti, i biri i Perëndisë së gjallë. Dhe vetë Zoti Jezu Krishti tha, Simon, i biri i Jonait, këto nuk të zbulua nga mishi dhe gjaku, për nga mendja jote, po ta zbuloj Ati im që është në qiell. Kështu ti do të quhesh Petro, gur, dhe mbi këtë shkëmb unë do ndërtoj kishën time dhe do të jap çelësat e mbretërisë së Perëndisë. Atë që do të falësh, mbi dhe Perëndia do falë, dhe atë që nuk do të falësh, Perëndia nuk do ta falë. Kështu që apostull Petro, sipas providencës synore nga Ati, me anë të birë nëpërmjet Shpirtit Shenjtë, duke zbuluar i pari ndër apostujve identitetin e Krishtit, jo thjesht si njeri, po si Perëndi, si biri i Perëndisë, mori pra të drejtën për qenë i pari i apostujve, jo sunduesi i apostujve, po përfaqësuesi i apostujve, i pari midis të barabartë. Kurse, si thash, apostull Pavli nuk ishte midis apostujve, por ai e mori këtë nder për qenë i pari i apostujve nga zelli, nga puna e tij, që bëri, sepse në fillim ai ishte një përndjekës i kishës. Ai mendonte se Isu Krishti është një profet i rrem, dhe rruga e krishterë është një rrugë e gabuar, një erezi për judaizmin. Pati një zell shumë të madh kundër rrugës, kundër krishterimit. Por këtë nuk e bënte nga keqdashje, bënte nga padia. Dhe kur vetë Zoti i shfaqet në rrugën për Damask dhe as zbulon atij se ishte në rrugë gabuar dhe ishte keq për atë të binte gjëmbave me këmbët e tij, atëre apostull Pavli u ndriçua, duke kuptuar se Isu Krishti nuk është një profet. Dhe krishterimi nuk është një rrugë, një profet i rrem, pra, dhe krishterimi nuk është një rrugë gabuar, po Isu Krishti është Zoti dhe krishterimi është e vetmja rrugë e shpëtimit. Atëherë ai u pagëzua dhe u bë
një dishepull i Krishtit. Më vonë ai u bashkua tek apostujt dhe zuri vendin e parë midis apostujve nga puna që bëri duke bërë 4 udhëtime apostolike, siç thot në letrën e tij drejtuar Romakëve, nga Jeruzalemi dhe në Ilirik. Dhe ne kemi privilegjin e madh që në vendin ton, ku kalonte edhe rruga Ignatia që lidhte lindjen me Perëndimin, ka kaluar disa apostujt. Dhe apostulli Pavli është i pari që kaloi dhe ndërtoi kishën e parë apostolike këtu në qytetin e Durrësit, që quhej Dyra atëre. Prandaj edhe në këtë vend, ne kemi një nderim të veçantë për apostull Pavlin, siç kemi në Durrës katedralen, por dhe këtu në këtë kishë mban emrin e apostull Pavli. Të dashur krishterë, ne kujtojmë apostujt jo si super njerëz. Se ndonjëherë na krijohet ideja, sigur apostujt, shenjtorët e tjerë janë super njerëz dhe ne nuk mund t'i arrijmë dot ata, nuk mund të bëhemi dot si ata, ne jemi njerëz të zakonshëm, ne jemi mëkatar e tjera justifikime që ne bëjmë. Dhe kështu mendojmë se jemi në rregull Zotit dhe justifikojmë atë përtatësinë, letargjinë tonë shpirtërore, atë gjumin tonë shpirtëror, dhe nuk bëjmë përpjekje për të shenjtëruar. Apostulli Petro i thoshte të krishterëve, bëhuni të shenjtë si dhe Perëndia është i shenjtë. Dhe punoni me frikë për shpëtimin tuaj. Dhe po ashtu apostulli Pavli i drejtoi dishepujve vetë dhe gjithë atyre që dëgjonin ose lexonin letrat e tij, më imitoni mua si unë imitova Krishtin. Pra, të gjithë kemi një thirrje për të bërë apostull, për të bërë shenjtor, sepse vetë fjala apostull thotë i dërguar nga Zoti tek njerëzit. Jo vetëm 12-tët, jo vetëm 70-tët, jo vetëm gjithë ata peshkopët, klerikët, laikët, gjatë gjithë historisë së kishës janë thirrur për të bërë apostullim, por gjithë besimtarët janë thirrur për të bërë apostullim. Edhe juve që jeni këtu, të ri, të reja, të moshuar, jeni thirrur për të bërë apostullim, që do të thotë normalisht ne nuk mund të bëjmë punën e një episkopi ose një prifti ose teologu ose katekisti. Por secili prej nesh ato që dëgjon këtu në kish, duhet t'i thotë në shtëpinë e vet. Pra, burrit e gruaja, gruajat e burrit e fëmijët me njëri tjetrin të afërmit. Pra nuk mësojmë gjëra vetëm për vete, por këto duhet t'i mësojmë dhe tjerëve. Ky është një lloj apostollimi që ne duhet ta bëjmë. Por ai që dua të them dhe kthehem tek 2 apostujt, është se ata ishin njerëz si neve, me dobësitë e tyre. Madhështia e tyre është se ata nuk justifikuan dobësitë e tyre. Madje as nuk i fshehën dobësitë e tyre. Shpeshherë, kur neve shkruajmë jetët e njerëzve të dëgjuar, përpiqemi t'i retushojmë gabimet e tyre, nga jeta e tyre. Pra të bëjmë një histori të tyre sikur ata ishin njerëz të pagabueshëm, nga fillimi deri në fund. Është ndryshe kur lexojmë jetët e shenjtorëve, ose dhe kur lexojmë jetët e apostujve. Lexoni shkrimin e shenjtë. Aty në shkrimin e shenjtë na tregojnë jo vetëm meritat e tyre, por dobësitë e tyre. Aty na thuhet se apostulli Petro, edhe pse deshte Krishtin më shumë se të gjithë, dhe kishte një shpirt të zjarrt, luftarak, por ai kishte një dobësi, ishte egoist. I pëlqente mendja e tij, besonte tek vetja e tij. Dhe kur Krishti i lajmëroi dhe i tha që siç është shkruar, do goditet bariu dhe dele do shpërndahen, dhe i tha apostulli Petros që mblidhi pastaj vëllezërit e tu, sepse të gjithë ju do më mohoni. Apostulli Petro i tha, të gjithë të mohojnë, unë s'të mohoj, me një siguri shumë të madhe. Por Krishti me shumë qetësi e pa në sy dhe i tha, para se gjeli të këndoj ti do më mohosh 3 herë. Dhe na thuhet se apostulli Petro, ky burr i guximshëm, i cili premtoi Krishtit që unë nuk të mohoj, e mohoi Krishtin 3 herë, përpara një gruaje, përpara një vajze të re dhe përpara njerëzve. Duke mallkuar, duke thënë, nuk e njoh atë njerin se kush është. Dhe kur bëri mohimin e 3, këndoi gjeli. Edhe apostulli Petrus, ju kujtuan fjalët e Krishtit, do të më mohosh. Edhe Krishti e pa në sy. Edhe apostulli Petro kuptoi dobësinë e tij. U pendua, qau si fëmijë, ato 3 ditë duke pritur ngjalljen e Krishtit. Dhe ndryshe nga Juda, i cili e mohoi Krishtin, e tradhoi Krishtin po vari veten, apostulli Petro, edhe pse mëkatoi si njeri, nuk u dëshpërua. Ai besoi në fjalët e Krishtit, besoi në mëshirën e Krishtit, priste ngjalljen e Krishtit.
Dhe kur Krishti u ngjall dhe u shfaq apostujve, i bën 3 pyetje apostulli Petrus. A më do ti më shumë se këta? Apostulli Petro, ndryshe nga ere parë, nuk tha, po, unë të dua më shumë se këta. I tha, ti o Zot e di. Dhe ti e di se unë të dua. Duke pyetur 3 herë dhe duke pohuar 3 herë apostulli Petro se deshte Krishtin, ai e pohoi 3 herë Krishtin duke shlyer mohimin e tij. Atëherë Zoti e vuri përsëri krye apostull. Kulloti qingjat e mi, ruaj delet e mia. Dhe i tha, që sa je i ri shkoje ku të doje, kur të plakesh, do të ngjeshin, do të shkosh në një vend atje ku nuk do. Duke hapur krahët, duke i thënë se apostull Petro do ta përfundonte jetën e tij me martirizim, me kryqëzim me kokë poshtë në kodrën e Vatikanit, aty ku është dhe kisha e madhe e apostull Petro. Kurse apostull Pavli tham që ishte një përndjekës i kishës. Ai nuk e mohon këtë në letrat e tij. Madje ai thotë, unë nuk jam i denj për apostull. Madje thotë, unë jam më i vogël i apostull, prandaj quhet Pavli, sepse në fillim e kishte emrin Saul. Po Pavel në latinisht do thotë i vogël. Dhe ai thoshte, unë jam i vogël i apostull. Ai apostull i kombeve. Dhe thoshte, unë jam mëkatari më i madh. Pra, shikoni të dashur të krishterë, apostujt, nxënësit e Krishtit nuk i mohonin dobësitë e tyre. I tregonin, kishin sinqeritet, kishin përullësi, dhe kjo i madhështoi, kjo i lavdëroi, sepse Zoti tha, ai që përullet, ai do lartësohet, ai që krenohet, ai do ulet. Do dhe kundërta me ne. Ne edhe pse nuk kemi asgjë, dhe nuk kemi asgjë, neve mburremi, na duket vetja se ç'jemi, se ç'bëjmë. Madje edhe kur na tregon dikush dobësitë tona, na vjen keq, e marrim inat atë njeri. Thot, kush është ky që më kritikon mua, që më qorton mua, më tregon dobësitë e mia. Ne duhet i falenderojmë këta njerëz, edhe pse ndoshta nuk e bëjnë nga dashuria. Ata na bëjnë një të mirë të madhe, se na tregojnë dobësitë tona, ashtu si mjeku të tregon sëmundjen, dhe duke njohur sëmundjen ti gjen dhe ilaç. Kështu pra ne duhet frymëzohemi nga apostulli Shën Petro dhe Shën Pavel. Mos i shikojmë si super njerëz, si alien, po si njerëz si neve, që kishin dobësi, por këto dobësi i tejkaluan me përullësi dhe me përkushtim dhe u përsosën deri në fund, sa patën një fund martirik, si apostull Petro në kodrën e Vatikanit, edhe apostull Pavli me prerje koke në një rrugë të Romës. Të dashur të krishterë, i nderojmë apostujt, jemi mirënjohës apostujve, duhet imitojmë apostujt, sidomos në këtë kohë. Kjo kohë është një kohë e shurdhërisë, e apostazisë. Njerëzit po i mbyllin veshët për dëgjuar fjalën e Perëndisë dhe i kanë hapur veshët për dëgjuar lloj-lloj fjalësh, lloj-lloj marrëzirash, lloj-lloj gënjeshtrash, lloj-lloj herezish. Është detyra jonë si të krishterë që ne t'ju tregojmë njerëzve të vërtetën, edhe kur nuk na dëgjojnë. Le të jemi një zë në shkretir, po ne duhet të flasim. Dhe nuk është nevoja të flasim në për rrugë e në për sheshe, por le të flasim aty në shtëpitë tona. Pra, me njëri tjetrin si tash, të bëjmë apostullimin në familjen tonë, dhe kështu e kemi bërë një farë mënyrë të detyrën tonë. Sigur gjithë neve që jemi këtu, të shkojmë basaj meshe, të flasim në shtëpitë tona, ne kemi bërë një punë të madhe, sepse kemi ndikuar te familjarët tanë, dhe kështu dal nga dal krishterimi përhapet, siç u përhap në fillim, nga familja në familje. Dhe deri në fund duhet të përhapim lajmin e Zotit. Kemi nevojë që sot të dalin apostujt të ri. Prandaj duhet të lutemi Zotit, që Zoti të dërgojë njerëz të ri për të bërë apostullim, sepse ky lloj njerëzimi sot ka shumë nevojë për fjalën e Zotit, sepse fjala e Zotit është një dritë për këmbët e mia. Nëse ne nuk e dim fjalën e Zotit, ne nuk dim ku ecim në rrugë gabuar, ecim në errësirë, jemi si të verbër që udhëheqim të verbrit dhe biem në grop. Prandaj duhet të dëgjojmë fjalën e Zotit. Dhe fjala e Zotit dëgohet tu në kish, siç është ajo që lexojmë dhe nga ajo që predikojmë. Prandaj, le të vazhdojmë udhtimin ton, rrugën ton të krishterë, duke imituar shenjtorë dhe në mënyrë veçantë apostull si apostull Petron dhe apostull Pavlin. Amin.